Miqtë Prizmës, në Galerinë e Arteve sot hapet një nga ato aktivitete fantastike që quhet plein air. Është një organizim piktorësh nga gjithë Shqipëria, piktorë talentuar, të cilët marrin përsipër të prezantojnë pikërisht artin e peizazhit në Galerinë e Shkodrës. Galerinë e Arteve të Shkodrës ka marrë pjesë shpeshherë shumë prej tyre me aktivitete personale, por kësaj radhe ato janë bashkë. Ju them të drejtën, janë realisht të talentuar nga artistët më të mirë që ka ky vend. Dhe kam emocion të veçantë që kanë ardhur. Nëpërmjet mikut tim Magron Polovina, mik të vjetër, kemi punuar bashkë dikur në aspektet e, po themi, Ministrisë Kulturës, edhe Magroni ka qenë në atë kohë drejtori i Muzeut Etnografik të Beratit, është piktor i talentuar. U bë mundur edhe ju lutme, me thënë të drejtën, bashkë me drejtorin Fatmir Juka, dhe erdhë. Unë kam bërë disa intervista nëpërmjet Agronit, shumë piktorëve të njohur, që vinë e kanë nderuar. Asgjë më tepër, vetëm dëgjojeni se çfarë thonë për Shkodrën dhe për këtë aktivitet. Dëgjojeni sepse me shumë respekt dhe me shumë dashuri flasin për qytetin e artit. Miqtë Prizmës, jam me një prej artistëve të këtij aktiviteti ose plenerit, po një artist edhe miq të mi që është bashkëpërvati, është një artist sipas meje më të mirë që ka sot ky vend. Edhe na nderon sigurisht në Shkodër. Zoti Përvaç. Çfarë është ky aktivitet, rëndësia që i jepni ju, ky organizim kaq i mirë edhe ardha në Shkodër. Lutem. Fillimisht është kënaqësia jona të jemi në Shkodër. Jemi në edicionin 11 të plenerit të grupit tonë që ekspozojmë prej vitesh në Tiranë dhe në qytetet ndryshme të Shqipërisë. Kemi zgjedhur Shkodrën me shumë kënaqësi nga të gjithë artistët, sepse Shkodra është një vend me shumë traditë në artet figurative shqiptare. Është një vend për shumë vite i ka dhënë tonin bile kësaj mënyre arti. Grupimi jon është me piktorë nga gjithë Shqipëria. Tu fillu nga Tirana, Pogradeci, Elbasani, Berati, Lezhë e të tjerë, dhe na mbledh në fundin e vitit ky aktivitet. Dhe me thënë është bëjmë bilancin e punës tonë në fundin e çdo viti. Dhe artin në Shkodër kemi pritur me shumë kënaqësi. Është një galeri mjaft e mirë, mjaft e bollshme për të ekspozuar, dhe mbi të gjitha unë ju kam thënë miqve të mi të shkojmë në Shkodër, se publikun që gjejmë në Shkodër nuk e gjejmë në asnjë vend tjetër të Shqipërisë, sepse unë e kam provuar vetë, ju kam thënë. Dhe jam i bindur për këtë që sonte në darkë do të jetë një manifestim i shkëlqyer kulturor. Mbetemi tash në merakun tonë se si do të pritet ekspozita jonë te publiku i Vardashit së Shkodrës, por besoj edhe piktorët janë kujdesur që në motivet që kanë zgjedhur për ekspozitën, të zgjedhin motive që janë afër Shkodrës. Për shembull, jam afër një pikture të Thethit, për shembull këtu. Edhe të tjera kam Rëzafatin, kam të tjera nga zona jonë e Shkodrës. Dhe kështu kanë zgjedhur dhe kolegët e tjerë, sepse ne ose më mirë me thënë, në fundit tetorit kemi bërë një koloni në Bogë dhe në Theth. Zona e Shkodrës është zonë e pëlqyeshme për ne për gjithë motivet që ka. Është qyteti i vjetër me rrugët e veta karakteristike, me shtëpi karakteristike që gjithnjë ka qenë muza jonë. Është zona mbi Shkodrës, është Kështenjat e Reqit, është pjesa e Thethit, të Bogës. Janë motive që ne kemi dashur shumë dhe i kemi në udhëtimin tonë të përhershëm, për vite me radhë kanë qenë motivet tona në telajen tonë, në studion tonë. Dhe tani po bëjmë dasmën, po bëjmë Shkodër, dhe jemi shumë të lumtur dhe të kënaqur që jemi në Shkodër. Sukses artist. Ju faleminderit për pritjen që na bëni Galeria e Arteve të Shkodrës, se më njëherë kur e propozuam thanë, po ju mirëpresim në Shkodër. Ju faleminderit juve. Miqtë Prizmës, këtu jemi me artistin Zaim Elezi, i cili është pjesëmarrës në plein air. Zoti Elezi, është një aktiviteti i 11 ose edicioni 11 i plein airit. Tash i keni ardhur. Të lutem 2 fjalë edhe për Prizmën, për emisionin. 2 fjalë do të filloj me dëshirën më të madhe për Shkodrën. Shkodra është dje, sot, ndoshta dhe nesër, djepi i artit në Shqipëri, në trojet shqiptare. Në Shkodra kanë gjeneru të gjitha situatat artistike, të cilat kanë rrit, këto situata kanë ndikuar në formimin e gjithë brezave, sepse ato ishin emrat të novenj.
i përmend me Zef Kolomb, me Corrid Romano e tjerë. Ne dhe unë në mënyrë të veçantë kam kënaqësi të jem pjesëtar në këtë ekspozitë të përvitshme, e cila mbledh emrat më me peshë ndoshta të këtij zhanri, pra të peizazhit, të plenerit, piktura të frymëzuara direkt nga natyra dhe të sjell emocionet që i kanë ngërmulluar artistët në natyrë. Unë dua t'ju them që do jetë një prezantim i shkëlqyer i joni para publikut ardashës Shkodrës, por unë i premtoj publikut që do të ketë mundësinë të shohë vlera të qëndësishme dhe të vërtet artistike, të cilat akoma nuk janë transformuar në ritmin maramendës as të high-tech-ut dhe as të Inteligjencës artificiale. Që do me thënë, ndoshta nesër, do t'jemi ndryshe, sot e kam kënaqësi që jemi kështu. Sigurisht. Ju jeni në edicionin e 11, mi po e shoh që me të vërtetë jeni mbledhur artistë të mëdhenj të peizazhit dhe në momentin që po themi, po alestoni, po rregulloni vetë prezantimin, shoh një marrëdhënie të shkëlqyer midis jush. Artistët janë gjithmonë kështu apo jeni ju kështu? Sigurisht që gërma pa e përbashkimit është arti. Gërma e dytë është feelingu që ti si ndjehesh në marrëdhënie me kë si qysh tek plus. E treta që është shumë e rëndësishme është edhe fryma si frymon në telajon, në tablon artistike. Ne jemi pranë si frymim, jemi si temperamente të ndryshëm, si mënyrë administrimi të ndryshëm, por qasja ndaj natyrës është e njëjtë. Që do me thënë, na bëjnë gjitha këto faktorë, na bëjnë bashkë, dhe kur je bashkë është më bukur, jemi edhe në një garë të brendshme për të qenë të sinqert, por jemi edhe në një emocion se si do të na pres publiku, që unë e çmoj si publik të Shkodrës sonte në darkë. Ju uroj sukses edhe ju falenderoj shumë që keni ardhur në Shkodër. Kënaqësi, dhe realisht kënaqësi e cila do të më zgjas për gjatë kohë. Faleminderit. Miq Turizmus, këtu jam me artistin, piktorin Anastas Konstantini ose Taso. Edhe ai është një nga pjesëmarrësit e plenerit. Besoj se jo vetëm që është kënaqësi për mua, po besoj se edhe ai ka dëshirën të thotë diçka. Atë artist. Pleneri, Shkodra, ju që keni ardhur. Mund të thuash dy fjalë? Së pari duhet të them që jam shumë i gëzuar dhe i lumtur që ndodhem në Shkodër. Pak raste kam pasur që të jem në këtë qytet të jashtëzakonshëm, domethënë të Shqipërisë, që është një nga, si thua, qytetet që ka krijuar qytetrimin shqiptar, edhe i dedikohet shumë Shqipëria këtij qyteti. Këtë vetë ndjerë e kam fort nga edukimi tim, që jam shumë i gëzuar që ndodhem aq më tepër në Galerinë e Arteve, pasi unë jam një piktor, unë jetoj në Pogrades, jam pjesë e grupit të plenerit, dhe ideja për të ardhur këtu, jo vetëm në këtë Shkodër, jo vetëm që më është dukur tepër interesante, po nga që kam parë mjaft lajme, edhe shumë ekspozita që janë zhvilluar në këtë galeri, një ekspozitë e cila më ka mbetur në mend edhe një shoku tim si Gazmend Lega, për shembull. Po dhe shumë ekspozita tjera i kam ndjekur me mjaft interes, dhe isha shumë kurioz të shikoja edhe këtë galerinë e Shkodrës, pasi desha të shikoja nëse është në proporcion me qytetin, me emrin e madh që ka qyteti. Edhe vere që është një ambient fortishëm, mjaft mirë i ndriçuar, i modeluar bukur për një ekspozim ritmik, edhe për një mikpritje të madhe, dhe shpresoj që sonte ta ndjej dhe jam fort i emocionuar për këtë gjë. Unë kam marrë sjell këtu 5 piktura, pasi kështu ka qenë principi i grupit tonë. Të gjitha janë piktura të realizuara vitin që kaloi në natyrë. Unë i përmbahem
Temës, po themi. Jo temës, por në përgjithësi orientimit tonë, që është një peizazhi. pikturë që lidhet me natyrën, që bëhet drejt për drejt natyrë. Eksakt. Dhe ajo sjell vetvetiu, jo vetëm që nënvizon karakteristikat e autorëve dhe prirjet e tyre, mënyrën se si e shikojnë ata botën, që të gjithë janë individ, dhe gjithë kolegët e mi janë emra shumë të njohur të pikturës shqiptare, dhe posaçërisht peizazhit shqiptar. Më duket që ka një kuptim esencial fakti që në Shkodër, Shkodra është mikpritse e këtij grupi piktorësh që pikturojnë natyrë, pasi vetë Shkodra është një kryevepër gjeografike, mënyra se si është ndërtuar, ka ndërtuar Zoti këtë natyrë këtu është jashtëzakonshme. Jo vetëm që ka thellësinë, pikpamjen e brendisë, por edhe vizualisht, të themi, është ndërtuar në mënyrë të tillë, me liqen, me Alpe, me lumej, lumej, me fusha, me një mrekulli, deti, për të mos thënë për pjesën e botës qytetare, për rrugicat, që janë shumë të dashura për piktorët, kanë shumë gjyrë, kanë shumë jetë, kanë shumë atmosferë. Unë kam pas rastin jo shumë, por pak raste që kam pasur, kam mundur të bëj vizatime. Më kuptoj, kam qenë në 85-ën këtu bashkë me një mikun tim, kemi ardhur në Shkodër të ftuar për një aktivitet, dhe prej atëherë shëruaj disa vizatime, është një kohë shumë e largët, por kam pasur rast që të pikturoj her pas here, megjithëse kam ndenjur pak, kam gjetur kohë për të pikturuar me ngut, po ajo nguti nuk është gjë tjetër veçse emocion, për të marrë diçka nga ky vend. Edhe sonte jemi këtu për të marrë satisfaksionin edhe për shtypjet e publikut të shkodran, që është një publik elitar, i njohur tashmë në gjithë Shqipërinë. Është një nga polet kryesore, domethënë, të kulturës shqiptare. Unë personalisht, si piktor, ju falenderoj si galeri, për mikpritjen tuaj. Ju falenderoj dhe ne, sigurisht. Shumë falenderit edhe Suksese. Shumë falenderit. Shumë falenderit. Shumë falenderit edhe ju. Mish Turizmus. Këtu jam me një nga artistët më të mirë që ka pleneri edhe miki jemi, Nikolin Ivanaj. I dashur artist, i dashur Zoti Ivanaj. Erdhëm në Shkodër, pleneri në edicionin e 11, mos gabojmë, emocionet edhe njëkohësisht atë që mundesh të thush për këtë iniciativë tuaj. Faleminderit nga ana juaj. Unë jam shumë emocionuar dhe shumë i kënaqur që ekspozoj për herë të parë në Shkodër, në këtë qytet, që jo me koti thonë djepi i kulturës. Këtu ka linë arti, kultura, muzika, letërsia, drama, të gjithë vallet, kostumet. Shkodra është një labirint arti, duke përfshirë edhe terrenin, edhe bjeshket, edhe fushat, edhe kodrat, liqeni, ujrat, buna, janë një kompleks piktoresk që aje i Zotin me i bën. Ne përfaqësojmë një grup piktorësh, të cilët është mirë me thanë, po janë nga piktorët me të mirë të plenerit, që jena të fundit ndoshta që pikturojmë në këtë formë. Kjo është një formë e vjetër, por sjellim gjëra të reja. Ne jena vëzhguesit e natyrës. Natyra shqiptare në përgjithësi është jashtëzakonisht e bukur, po kur vjen në Shkodër, këtu ndryshon. Kulmohet, me thënë. Këtu arrin kulmin. Pra, ujrat, i rrethum Shkodër, një qytet që ka falimodhi Zot, mes të ujrave, liqeni, buna, drini, bjeshket e Nemuna, bjeshket e Shkelit, Alpet në përgjithësi, janë epike, sepse edhe njeriu, edhe shkodranët vetë kanë marrë karakterin e këtyne maleve, se njeriu e krijon natyra, merr dimensionin e natyrës. Janë të gjatë, të bukur,
ashtu si që është edhe vendi. Të vishin Shkodër, të hapesh ekspozit, duhet ta mendosh mirë, them unë. Sepse këtu, duke filluar me Kolidormerën e Madhe, duke përfunuar me piktorin gjigant, Ismail Ulanin, e shumë dhe Dani Shuknion, e shumë të tjerë, që janë të ri, Zheneta Kadillari, Nakim Kadillari, që janë, i kemi kolegë janë piktorë shumë të mirë, edhe ne jena si një familje piktorë. Edhe kjo është gjaja më e mrekullueshme që piktojmë bashkë. Edhe pikturat i diskutojmë në terren. A doli gjanë apo s'doli gjanë? E bëm diçka apo s'bëm diçka? Edhe këtu, natyrisht, i kena përzgjedhur pikturat, që të nërojmë veten, po të nërojmë edhe qytetin e Shkodrës. Të lumë goja, zoti Vanaj Roshi, panel të artë, si gjithmonë, dhe faleminderit edhe nga Shkodra. Roshi. Faleminderit.